Tani do të prezantoj një djalë artist. Kam pasur fatin që ta njoh që fëmijë 3 vjeç, kur ishte shok me vëllain tim të vogël Lalo. Dhe njohja me të tani në këtë stadë të jetës së tij ishte një kënaqësi për mua dhe për shoqatën e gjatë, sepse ai është bashkuar së fundi kauzës tonë. Le të ndjekim klipin e tij dhe shtoj pastaj në fjalë. Gjet është një artist që ka ndërtuar karrierën e tij hap pas hapi, duke filluar nga skenat më të njohura muzikore në vend. Ai u bë i njohur fillimisht në The Voice of Albania, ku zëri dhe prezenca e tij sfikatën më njëherë. Më pas mori pjesë në X Factor 5, duke treguar një rritje të dukshme artistike dhe interpretim të pjekur. Në vitin 2019, Gjet debutoi me Kënga Magjike, ku fitoi vlerësimin e publikut për origjinalitetin dhe emocionin e tij. Pas disa vite shpërvoje dhe krijimtarie, ai u rikthye fuqishëm në Kënga Magjike 2024 dhe në festivalin e këngës 63, duke forcuar pozicionin e tij si një nga zërat më premtues të skenës shqiptare. Në Kënga Magjike 2025, Gjet konfirmoi maturinë e tij artistike në një performancë që bashkoi stil, emocione dhe profesionalizëm. Sot, ai konsiderohet si një artist që jeton muzikën me pasion dhe që vazhdon të evoluojë në çdo hap të karrierës së tij. Gjithashtu kontribuon në organizimin e televizionit ITV. Ndiqni fjalimin e tij. Përshëndetje të gjithëve, e mirë se keni ardhur. Unë jam Jesmir Kanani, ose ndryshe Gjet. Ju mendoni se unë sot do këndoj, por jo, unë sot do flas për eksperiencën time në Iran. Eksperjenca ime në Iran ka qenë një udhëtim i veçantë, ku arti dhe realiteti njerëzor u ndërthuar në mënyrë të thellë. Në këtë rrugtim, pata mundësinë të prek një kulturë të lashtë, të mbushur me ngjyra, tinguj dhe histori që flasin shumë më tepër se çdo fjalë. Një nga momentet më të paharrueshme ishte vizita në Muzeun e Muzikës në Teheran. Aty ndjeva fuqinë e artit iranian, instrumentet që mbartin shekuj historie, melodi që të çonin në një dimension tjetër, ku muzika bëje urë midis njerëzve, feve dhe gjeneratave. Ishte një kujtesë e bukur se arti, pavarësisht kufive dhe ideologjive, vetë quha më e sinqertë që lidh njerëzit me njëri tjetrin. Por udhëtimi në Iran nuk ishte vetëm artistik. Përmes bashkëpunimit me shoqatën e gjatë Albania, pata mundësinë të njihja nga afër historitë të dinjshme të ish anëtarëve të organizatës MEK, të cilët pas shumë vitesh përrigjejnë lirinë dhe intimitetin e tyre. Këto rrëfime më prek në thellë, sepse pas çdo historie qëndronte një shpirt që kërkonte dritë, një njeri që donte të jetonte sërish. Si përfundim, Irani më lë një përshtypje shumë të mirë dhe uroj që vajtja ime të ketë qenë një ndihmës e madhe për shoqatën në Shqipëri. Do përpiqem shumë të suportoj si komunitet që të arrijnë misionin e tyre për të integruar në Shqipëri dhe të jenë sa më pranë shtetasve shqiptar. Kërkoj gjithashtu dhe nga ana juaj që të suportoni duke qenë se dhe unë sa më shumë i njoh, aq më shumë krijoj empati për ta dhe kam krijuar një përshtypje se janë njerëz me plot vlera dhe dignitet. Gjithashtu, nuk duhet të harrojmë të falenderojmë dhe të përgëzojmë Ajdon Surollari për punën e palosme që ka bërë dhe vazhdoj të kërkoj për ta ngritur këtë shoqatë në nivelin që është sot dhe për integruar këtë komunitet që zëri tyre të dëgjohet. Dhe fajti kjo gjë është bërë. Gjithashtu falenderoj dhe anëtarët e shoqatës, zotin Khalil, zoti Hasan, zoti Hamid dhe të gjithë anëtarët e tjerë që më kanë bërë të ndjen vërtet shumë mirë. Uroj që të dëgjojmë sërish në konferenca të tjera dhe aktivitete të tjera. Faleminderit shumë dhe mirë për